parlamentare të Republikës sonë, të cilat kanë histori, kanë dije, kanë përvojë dhe mbi të gjitha kanë vullnet patriotik e progresiv për ta shpirë përpara edhe fushë Kosovën edhe Republikën tonë. Përveç vetëvendosjes, në koalicion parazgjedhor e kemi edhe Partinë Guxo, Partinë Alternativa, Partinë Shqiptare Demokristjane të Kosovës, si dhe gjithashtu kemi disa kandidatë të cilët nuk janë me ndonjë parti politike, por edhe njerë po them, na bën bashkë numri 116, njësoj si me 28 vjetorë. E tash në mandatin e ri, që del prej legjislaturës së 11, që del prej zgjedhjeve të 7 qershorit, 1 miliard euro për prodhimtarinë, 1 miliard euro garanci shtetërore, sovrane për kredit investive që do t'i merren nëpër banka ata që dojnë me prodhu, nuk ka më nevojë me lonë, hipotek, tokën, shtëpinë apo veturën, shtetjen garanci për juve, e plus edhe 100 milion euro dritarja për investimet e diasporës. Pra, do t'jetë mandat i prodhimtarisë që do t'jep hovë bujqësisë, zejtarisë e industrisë, e na e dim se sa shumë fushë Kosova është një komunë që jep zhvillimit Kosovës, prandaj edhe ne do t'i japim fushë Kosovës. Do të përkujdesemi edhe për mbrojtjen e sigurisë. Pra, përveç se 1 miliard euro për prodhimtarinë edhe 1 miliard euro për ushtrinë, është domosdoshme që pas pajitjes me armatime moderne, pas më shumë se 2 fishim të ushtarëve të FSK-s, më shumë se 3 fishim buxhete, më shumë se 4 fishim të trajnimeve jashtë vendit, tash të kalojmë tek industria ushtarake dhe kjo është arsyeja pse do të fillojmë prej prodhimit të municionit e deri te prodhimi i dronave në mandatin që vjen me ne. Përveç 1 miliard për prodhimtarinë, 1 miliard për ushtrinë, për çdo vit do t'i kemi së paku 1 miliard euro shpenzime kapitale, sepse duhet t'i ndërtojmë 5 diga, 4 hekurudha, 20 stadiume. Këto 5 diga do të mundësojnë furnizimin me ujë të pishëm për ambistrit, me ujitje për bujqësinë dhe me furnizim të qëndrueshëm industri. Mandej 4 hekurudhat janë hekurudha Prishtinë-Durrës, shpresoj që vazhdon dhe Insarond, pastaj hekurudha Prizren-Ferizaj Gjilan-Bujanos, mandej hekurudha që e lidh kryeqytetin Prishtinën me aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari dhe hekurudha tejet e rëndësishme edhe për shtetin edhe për ekonominë, Hani e Lezit, Fushë Kosovë, Mitrovic, Lesha. Por kur shtohet prodhimtaria, kur shtohen shpenzimet kapitale, neve na vyn më shumë fuqi punëtore. Për të arritur fuqinë punëtore, ne do ta shtojmë programin Superpuna për gratë, përveç atij Superpuna për trit. Ju e keni pa Superpuna për trit, 3 dhe 3 për 18 deri në 19 vjeç, ja kena dhënë pagën minimale për 6 muaj si shtesë, një pagën batë që marrin ndërmarrje të ndryshme private, e tash në mandatin e ardhshëm, çdo ndërmarrje, çdo biznes që punson një grua, ose disa gra bëhen bashkë dhe themelojnë biznesin e tyre, secila prej tyre, përveç pagës që ka me marrë prej punëdhënësit, ka 500 euro kena mjashtu për 6 muaj, se 500 euro prej një korrikut po e bojnë pagën minimale. E pra,
Superpuna për gratë do të arrisë punësimin e grave, do të ashtu 100 tonë punëtore, e superpuna për rini i ka shtu 23.300 punësu, gjysma djemë, gjysma vajza në 10.500 biznesit të ndryshme. Pra është dëshmu si model i suksesshëm. Gratë do t'i mbështesim edhe me shtesa, do t'i mbështesim gjithashtu edhe me qerdhe, në mënyrë që të kenë sa ma shumë kohë për vetën e tyne, kështu që shtesat për fëmijë që japim në gjërëllogari të nënës, e rrjedhimisht mbi 100.000 gra kanë hapë gjërëllogari bankore për të parë jetën e tyre për shkak të shtesat për fëmijë, këto shtesa që janë sot 30 euro kush i ka një fëmijë ose 2, e 45 euro kush ka 3 ma shumë fëmijë, për gjatë mandatit të ardhshëm do të fillojnë ti dy fishoj. Pra, kush i ka një fëmijë, i merë 60 euro në muj, kush i ka 2 fëmijë, i merë 120 euro në muj, kush i ka 3 fëmijë, i merë 270 euro në muj, 3 herë 19, 4 fëmijë, 360 euro në muj, 5 fëmijë, 540 euro në muj, pra, sa ma shumë fëmijë që në të kemë, aqë ma shumë shteti do të investet e do të qëndrojtë. Por, na e dim që nuk mjaftoj vetëm shtesa. Fëmijët ka nevoj për qerdhe, por për ma pak se 5 vjetë të dashur qytetarë të Kosovës, 74 qerdhe i kena ndërtu ose i kena përshtat në ambientet e ndërtesave taksimit. Onë në bonë Kosovës. Ata para neve për 17 vjetë veç 4 qerdhe. Na për ma pak se 5 vjetë 74 qerdhe. Që kur të përlogaritësh, dhe që jena 63 herë ma shpejt se sa kundërshtarët tonë që jenë bërë në një blok opozitar kur vjen puna të qerdhët e fëmijëve. Po dhe aty, ku s'ka qerdhë publike, nëse ka qerdhë jo publike, me sistemin e bonove, kena me mbështet prindrit që me qunë qerdhë jo publike fëmijë. E të gjitha gjyshet edhe gjyshrit të cilët kujdesen për një pa e mbesa, kur të dy prindrit punojnë, sepse për para ka punu për shambull vetëm burri, por tash me superpuna për gratë punën edhe gruaja, kur punojnë të dytë ka 100 euro shtesë mbi pensionin e tyre gjyshes edhe gjyshet. Për herë të parë, si vjetë e kemi njësë pagën e 13 sektorin publik, kjo ka me vazhdu për çdo vjetë, si të rritët ekonomia, kena me shqyrtu mundësin sa ma parë dhe për pagën e 14. Ata që se kanë besu pagën e 13, nashta se besojnë as 14. Pa ata që e besojnë 13, ajo tash më kanë do, të mjanisë me besu që dhe 14 apo. Por, na e dim që sektori publik është diku midis 1/4 e 1/5 të punësuarve. Në fakt është më ofër 1/5, 1/5 të punësumve, çdo 5 në sektor publik, 4/5 jenë në sektor privat. Pra dhe me njëherë kena fillu dialogun me biznesin privat në mënyrë që edhe atje të filloj ty i për punëtorve paga e 13, sepse krahasuar me kohë kër e kena morë në qeverisin paga mesatare është rritë për 50% si në sektorin privat po ashtu dhe në atë publik, dhe i falenderoj të gjitha bizneset, nuk po dua t'i përmend me emër para fushatës, kur të marojnë zgjedhjet do t'i përmendim edhe me emra se ka biznese të cilët kanë morë vendim dhe po ja japim punëtorve pagën e 13 atyne që punojnë 12 muaj dhe i falenderoj përzemërsisht për këtë punë. Ajo çfarë e dim prej jetës tonë, prej përvojës tonë, është që karriera profesionale, cilësia e zgjedhjeve që bëjmë në jetë, nuk varet vetëm nga edukimi i hershëm, por edhe nga arsimi i mëvonshëm. Prandaj do të rishikojmë tekstet shkollore
Kena fillu me gjuhë dhe matematikë, do të vazhdojmë me të tjera sepse ka defekte e mangësi. Ata që kanë kryu doktoratura, magistratura, kena me kryu mundësin me dhonë mësim shkollat mesme, që është në Gjermani për një bonus në birrogën e tyre. Sa ma lartë që jepim mësim, që ma shumë do të mbështetën. Pastaj do të kemi 5 gjimnaze të ekselencës. Universitetet publike anë në Banë Kosovës do t'i ristrukturojnë që t'i profilizojnë pak, nuk mundet një universitet me qenë maj mirë dhe njësoj i mirë për të gjitha fakultetet dhe drejtimet, por edhe do t'a bëjmë sistemin dual, me lidhë tregun e punës me aftësimin profesional. Ju e dini që edhe në fushë Kosovë ka shumë ndërmarrje me shumë mira euro pagë me muaj për ata të cilët janë të zot në një zanat të caktuar. Për shembull, unë kam pa fabrikë ku saldusi merr 3.000 euro, ose ku inxhinieri i industrisë kimike i merr 4.500 euro. E duhet ta lidhim tregun e punës, kërkesat e ekonomisë me plan programet aftësimin profesional. Gjermania, Zvicra, Austria, bashkëdhetorët tonë prej atje na kanë mësu neve edhe ne do ta zbatojmë këtu. Tash më ka filluar, bi 2500 zonca e kanë ndjek sistemin dual në 17 komuna, 32 shkolla profesionale në 16 profile të ndryshme. Këtyre 16 profileve do t'ja ushtojmë edhe 10 profile të tjera edhe kësaj, jo veç ta edukojmë, po ta krijojmë kulturën të rinia që pasuria dhe fitimi vjen prej punës sipas ligjit me nder e me dije, e jo me lidhje apo me fat. Mos nuk e shkuptoni, mirë është me pas fat njëtë, po fat